për mu, marrja e disa lojtarëve të Prishtinës nuk përqen me objektivat e klubit. Klubi i Prishtinës ka tjera objektiva. Te Prishtina, kush do të jetë përgjegjës pra për këto mos sukseset, themi, me qenë se e sigurojë mbjetesën në sekundat e fundit të golit ndaj Feroniklit 74. Këtë ditë falenderoj për pyetjen, shumë pyetje e mirë. Me orës 7 Prishtina, ndeshjen e parafundit, minutën e 96, me një mbrojtës, për çdo respekt mbrojtësin Raçi, sepse ka tregu vlera të jashtëzakonshme, me siguru mbjetesën, për mu, është në vje keq, në vje gjuna, sepse me presidentin Rahmon Haradini, Prishtina ka një riorganizim të hatashëm. Qoftë aspektin financiar, në çdo gjë. Në qoftë marrë një lojtarëve kënë ka dasht, e ka marrë drejtori sportiv që është tash Dritan Krasniqi, i kanë hapë mundësit për me marrë cilin dë futbolist, edhe me gjithë këtë organizim, mos me mujtë, Prishtina mos me konkuru, Prishtina të pakten në 3 pozitat e para, kjo është dështim, e para. E dyta, Prishtina mëret me dalë në Evropë, sepse ka kupën, është në finale. Por mos të harrojmë që në finale është një klub tjetër, që ka ma shumë provoj lojtarët, e lapit kanë provoj, edhe aje njeg me domosdoshmëri e njeg edhe lapi me dalë në Evropë. Kështu që për mu, marrja e disa lojtarëve të Prishtinës nuk përqen me objektivat e klubit. Klubi i Prishtinës ka tjera objektiva. Le të thojnë ata çka dojnë. A kanë gabu dikon apo çka? Po kanë gabu. Po ku kanë krymbi? Po tash. Emanuel, besoj që ata të ndihmojnë mbledhjen edhe do analizojnë shumë më mirë. Unë pe kondit tem unë e shoh që te Prishtina Trajner, ha? Po marrë, s'po them treneri po. Treneri në fillim ka tregu diçka, por që edhe rrugës nuk është që ka pas një diçka që jemi mburë me... Po edhe marrja trenerit është dështim. Unë thash, me buxheti i Prishtinës, objektivat e Prishtinës. Prishtina është deshtëm apo s'deshtëm është kryeqytet. Prishtina duhet me konë në venin e parë, dytin, tretin, çdo herë. Kështu që për mu, kjo pozitë më vje keq që e shoh Prishtinën këtu. Për mu është dështim këtu që e shoh, mundet me dalë në Evropë, por prapë po them, marrja e disa lojtarëve nuk përqen me objektivat e Prishtinës. Unë e di që ka shumë profesionizëm në anët e Prishtina. Kemi pas Artan Osmani këtu. Artan Osmani është një person në Prishtinë që për mu është, nështë të muj me thonë, alfa dhe omega të Prishtina, sa i përket anës financiare. Sa i përket prurjes të, sepse të culli e din këtë punë ma mirë, prurjes të mbushje të arka të klubit, në anën sponsorizimit, është drejtar i përgjithshëm.